Ta. Pas ka ndruar vendet më duket. Pëlqen salsa pikante Rama? Përshëndetje miq dhe mirë se vini në Flak Fare, emisionin më të ri në qytet dhe jo vetëm. Falenderoj, duhet të them këtu, faleminderit për gjithë ata marrë parasysh nga statistikat të cilat shikojnë në rrjetet sociale, rreth 50% e shqiptarëve që nga një anë mund të jetë fatkeqësi, nga ana tjetër mund të jetë mirë, me këto mbylljet e TikTokut, vinë nga jashtë Shqipërisë që na ndjekin në TikTok, Instagram. Kështu që ju falenderoj të gjithëve që na ndiqin nga të gjitha trevat shqiptare dhe jo vetëm. Tashmë ju e dini sepse elementi surprizit i ftuarit nuk ekziston më në emisionin tim për shkak të faktit sepse shkruhet gjatë titullit tek postimi në YouTube. Megjithatë kam kënaqësinë, privilegjin e madh personal që të njoh nga afër dhe të kem mundësinë që të intervistoj një nga figurat më të rëndësishme politike të historisë së Shqipërisë, zoti Lulzim Basha. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjej. Më dukesh në formë shumë të mirë, me thënë të vërtetën. Rrofsh. Nuk kam parë ndonjëherë keq. Nuk kam parë ndonjëherë keq vërtet jashtë forme, domethënë. Edhe ti në formë dukesh. Mirë jam, bëj stëndje, çka kemi. Shumë falenderoj shumë që pranove sfidën. Nuk është një format i zakonshëm për figura politike, aq më tepër për një figurë politike e cila nuk është shumë e zakonshme. Flasim për një njerëz i cili prej vitesh është një nga më të rëndësishmit në politikë bërjen shqiptare. Kështu që shumë faleminderit. Është kënaqësi dhe mendoj që është dhe formati im se gjithë këto vite kam qenë në salsa djegse. Ka quar salsa më djegse në eksperiencën tënde personale në botën politike? E ke fjalën për anë kulinare apo politike? Po metaforikisht kulinare dhe me bazë politike. Kulinare është një salsë që më ka prezantuar një miku im nga New Orleans. Është realisht shumë djegse. Domethënë e mbajnë si salsë më djegse të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Okej, këto salsat në Shtetet Bashkuara kemi marrë, po se dia do janë aq djegse. Po Më metaforikisht duket se këtë salsë ne importon vetëm Spaku. Aha. E ke provuar ndonjëherë? Jo. Nuk Pa ata që e kanë provu, i ka djegë. Qajnë akoma të 77. Po 77. 313 doli ajo si përfundim gjithmonë. Fix. Mirë, unë do të kem mundësinë që të pyes edhe për Spakun, megjithatë do të shpjegoj pak formatin. Janë 10 salsa, të cilat nisin nga më pak djegse tek deri më shumë djegse. Qëllimi është që ne të zhvillojmë një bisedë normale duke konsumuar këto salsa. Unë nuk do t'i konsumoj të 10-ta, vetëm këto të 4-ta do konsumoj. Ato? Vetëm këto të 4-ta. Pse ato? Këto të 4-ta janë më të mira të 10 janë shumë 4. Aha, shi, 10 janë shumë 4. 4. Po sikur ta përsërisim 4-ën 2 herë gjys. 4. Vetëm 4. Ore 4 është e sigurt. Vetëm 4. Vetëm këto të 4-a. Beso mo, do dalin më mirë. Këto të 4-ta këto. Unë them që ti provoj. I kemi provuar. Zbëjnë. Po kaloj metaforikisht fare. Është e gjitha metafor biseda deri tani miq dashur. Je vështirë për të ndjekur realisht. Koalicioni Euroatlantik numri 4, s'ka asgjë të vështirë. Numri 4. Jo, asgjë të vështirë s'ka, me thënë të vërtetën. Në disa kultura perceptohet si numër tersi, në kulturën aziatike, në disa kultura të tjera perceptohet si numër fati. Vetë kam dëgjuar që Nuk jemi në Azi, jemi në Europë. Edhe për ca kohë. Vetëm 4. Vetëm 4, pra. Vetëm 4. A ta nisi me bujrumin? Me kë? Me bujrum. Patjetër. Okej, e nisi me bujrumin. Ti do më thuash dhe impresione sa djeg, ndërkohë që unë do të bëj një pyetje. Jo, është shumë ti. Ne nisim mbrap. Po pse e nisim mbrap? 4, vetëm 4. Takon veten djegse shikë. Është okay. Është çik djegse. Takoj veten. Takon veten. Pas veten e para 20 ditëve. Dhe të pyet. Hama Lul thotë, si shkoj? Flak fare. Po pse nisi me Jo, mdjekse? flak fare. Shkoj flak fare. Shkoj flak fare. Të tipit, Flak fare. je i kënaqur me karrierën tënde 20 vjeçare? Them që jam i bekuar nga Zoti me mundësitë që më ka dhënë, me forcën që më ka dhënë për të kaluar sfidat, me njerëzit që më ka njohur, me familjen time, mbi të gjitha. Kështu që çdo ditë i them faleminderit Zotit, po sigurisht. E mira s'ka fund,
por duhet të përpiqesh çdo ditë ta mbash sa më lart të keqen. Si ishte ky muhabeti sot me këtë Spakun, meqense e kisha si pyetje doja të thoja, a mërzitesh një çik që Spaku i merr gjithë seriozisht përveç te? Jo, përkundër si presi ta marrë shumë seriozisht dikë që është në maj fare. S'të ka marrë seriozisht deri tani? Spaku duhet vazhdoj t'i marrë seriozisht, por duhet që seriozitetin ta çojë deri në maj fare. Okej. A janë këto zgjedhje je mirë? Shumë mirë, top. Do të thotë kjo. Unë kam profesion të muhabetet. Po pse ma prish intervistën më lul? Nuk e kuptoj. Pse vini rrufeshëm dhe na prishin ekuilibrat natyror që kemi më? Ekuilibri vetëm që ka rëndësi është ai që fillon nga mëdjeksja dhe është 4. Kjo 4 këtu. Këto tjerat. Po njerëzit mbase nuk duan që ta nisin përvolim fare më burr. Po si përvolove këta, s'ke për të ngrënë ndonjë gjë për vete, se këta. Aha. Unë them për elektoratin, nuk flas për politikanët, se ju nuk meritoni salza djegse. Ju, ata. Pra, që elektorati të ketë haj, duhet ta fillojmë nga këto. Nga mëdjekset. Se përndryshe s'ngjerët gjë për elektoratin, përndryshe gjitha ke 77. Do gjë dhe mua më përvoloj. Të do gjë, Po si do të votoj? Do pa nga qumë shtim. Jo, nuk dua. Aman juve të kemi mirë, pa ne populli i mësuar, po, durojmë. Nëse çfarë do të thotë që ke shishën ti aty, mua më ke dhënë gotën për vete ke marr shishën. Unë kam këtu, po nuk do ta përdor. Ti vetë si politikan. Shishën për vete, gotën për popullin. A ka çdo njeri brenda vetes ti lulëzim një politikan? A është politika, domethënë, tipa? Po, pa diskutim. Si? Kjo është filozofike. Po, kudo ku ka dy njerëz ka politik. Politika është arti i gjetjes së gjuhës së bashkët mbi çështje që mund të jenë kontradiktore në kuptimin e interesave, dhe për të zgjidhur këto pa i vënë duart në fyt njëri tjetrit. Po pse si në çik politikan ju me Berishën dhe me Ramën për shembull, meqense pse s'përdorni çik politik me njëri tjetrin? Në ç'kuptim? Në kuptimin e të gjeturit gjuhës për të mirën e shqiptarëve për shembull. Apo do ta gjenë vetë shqiptarët? Jo, shiko, ata nuk kanë kohë që e kanë praktikur interesin e shqiptarëve. Ata janë politik vetëm për interesin e tyre. Dhe kjo është koha, ky është momenti kur duhet të largohesh nga politika sepse ke mbyllur ciklin politik. Kur je në politik vetëm për të shërbyer interesit tënd, e në veçanti kur i shërben interesit tënd duke dëmtuar interesat e shqiptarëve, e ke mbyllur ciklin politik dhe duhet të largohesh. Pra ti si ata? Absolutisht jo. Përkundërzi, sepse nuk jam si ata, kam bërë gjithçka, jo politike ndaj meje, kuptimin e lloj-lloj intrigash, rrengash, duke arritur deri në gjëra të pa imagjinueshme siç është korruptimi i agjentëve të FBI-s për të më hapur gropën, nuk kanë rënë vetë brenda tani. Është kur hap gropën tjetër bie vet, thotë shprehja e popullit. Sakt. A është një garë kjo që ke me vetveten? Kuptimin e sfidave me vetveten, çfarë jam në gjendje të ofroj, çfarë jam në gjendje të bëj, mendoj që këtë komponent e kam lënë pas. Sepse fare i ri më çdon mundësia të përballem me sfida atëherë pa imagjinueshme për drejtuesit politik, siç ishte rruga e kombit, antarësimi në NATO, heqja e vizave. Dhe në këtë kuptim, faleminderit. Do të bëjta të bash. Në këtë kuptim, edhe sfidat kanë qenë, janë përballur, por dhe më kanë përmbushur. Pa diskutim kjo përvojë më jep dhe vetbesim për të vazhduar diçka tjetër që nuk e shoh si garë me veten, por që është pa diskutim një zgjedhje për qytetarët. Me 11 maj zgjedhja për qytetarët do të jetë o për veten e tyre, familjen e tyre, fëmijët e tyre, të ardhmen e tyre, ose kundër vetes tyre, kundër familjeve të tyre, kundër fëmijëve të tyre, kundër Shqipërisë. Në qoftë se je me Ramën, je kundër Shqipërisë, kundër familjes tënde, kundër fëmijëve të tyre. Po sigurt Madri aty klavoj. Nuk çfarë komendi për këta të rinj të vegjëlit? Nuk marr përsipër të bëj në fushat anatominë e të gjithëve, por di të them që një vot për Edi Ramën është një vot kundër vetes tënde, kundër familjes tënde, kundër fëmijëve të tu. Qartë. E gjykon vetë secili apo jo? Absolutisht. Por nëse e gjykon, do të arrijë këtë konkluzion. E rëndësishme është të vër trurin punë, ta gjykoj. Dakor, secili gjykon vetë. Nëse jeni një anije, mbytet anija dhe ngelesh me një njeri tjetër, shpëton ti edhe një tjetër. Shkoni në një ishull të shkret, i cili quhet ishulli 313. Për 8 vjet duhet të qëndrosh aty derisa të shpëtojë një anije. Me kë shkon nga këta personazhe, domethënë kë zgjedh? Ilir Metën, Sal Berishën, Edi Ramën apo Gjestin e Big Brotherit? Këto janë zgjedhjet? 4 zgjedhje ke. Vetëm 4. Ha, po çfarë do bëj? Për Gjestin çfarë? Dia që do ta. Po çfarë do bëj? Po pse, apo është fitues?
Do fitoj. Po pse një nga ata 3, po larg qoftë. Pse për shembull, për te, sinqerisht, për te botës politike, nuk kishte asnjë vlerë personale, sepse për shembull kam përshtypjen që nëse përfundoni një ishull, ju nuk do bëni muhabete politike apo nuk do keni garë me njëri tjetrin. Ju do jeni dy njerëz që do çilloseni në anë detit, do hani ar kokosi, do gjuani në peshkë dhe në një gjë për të kaluar kohën. Nuk gjen asnjë vlerë tek Rama, Berisha ose Meta për shembull si një shoqëri. Qofse e shtron në këtë pikpamje. Po në këtë pikpamje. Në pikpamje mbijetese, po pa diskutim gjesti burr se është i ri, këta 3 janë pleq, do t'i mbaj unë pastaj. Do të merrem unë, peshkoj për këta, të bledh ara kokosi për këta, kujdesem për këta mezi i mbajnë këmbë. Plak, po flak fare. I bëj çefin vetë student. Ku diun tani, akoma i fortë që tregohet ai. Të mbarum. A janë ca gjëra politikë që janë si vera, por shumë sa më shumë vjetërohesh, aq më mirë bëhesh. Ka raste kur realisht përvoja funksionon në të mirë, ka raste kur, siç e thash përpara, kur e ke mbyllur ciklin duhet largohesh. Në rastin tim jemi në momentin kur vera është shumë e mirë, përvoja është pozitive dhe është një aset jo vetëm për mua, por për koalicionin Euroatlantik numrin 4, por për qytetarët. Sigurisht. Ka raste që kur te kalon ciklin nuk është më verë mirë, bëhet uthull. Në rastin e këtyre të 3-ve, trekëndshit Bermudës, Dikush do thoshte më mirë një uthull dhe jo uthull e mirë. e qartë. Dikush do thoshte më mirë një primitivo që është bërë uthull apo një verë koti që është e re. Shiko, një primitivo që është bërë uthull, është uthull, nuk është verë. Vera të reja të mira ka, zakonisht të burgonjat, 4 vjeçare. Buxulet, 4 vjeçare gjithmonë. Gjithmonë të 4. Po sigurisht. Se pastaj merr ujë, pin ujë. Po normalisht. Blen verë e pin ujë. Kam një test që nuk e di nëse do ta pranosh. Unë duke qëndruar e duke diskutuar me bashkëshorten time për kush ka logjik më të fortë matematikore. Po. Arritëm në sfidën që duhet ta provojmë me bazë testeve të IQ-s matematikore. Prandaj isha kurioz që të dija ku qëndron ti në raport me mua dhe me bashkëshorten time në raport me përgjigjet. Raport me ty, bashkëshortë dhe gjithë publikun, jam gati të jap çdo përgjigje. Yes! Kujdes, janë pyetje të vështira. Atëre, cili është numri që mungon në vargun, i cili varg fillon 2, vijon me 5, pastaj është 10, pastaj është 17 dhe pastaj është një vend bosh dhe pastaj është 37. 313. Bukur, korrekt. Ke një kovë 5 litrëshe dhe një kovë 3 litrëshe. Si mund të masësh saktësisht 4 litra ujë? 313. Bukur, korrekt dhe njerë. Cili është... jo, dhe të bëj pyetje tjetër. Nëse pjeston 360 me 9 dhe pastaj shumëzon rezultatin me 5, sa merr? Durs, fier. 313. Qartë. Nëse në një dhomë ke 90, kjo është shumë e bukur, po ti s'do t'i japësh përgjigje tani. Nëse në një dhomë ke 99 të majt dhe 1 të djathtë, sa persona duhet largohen nga dhoma që të ngelen 2% të djathtë? Mund të jetë Durrësi, po është 313 edhe. Sigurisht, nuk prisja gjë tjetër. Nëse kalon personin e fundit në një garë, Luli, në çfarë vendi je? 313. Nuk rresh se më surprizuar i sot. Në një fjalim Berisha përdor 1500 fjalë për 10 minuta. Sa fjalë përdor për 25 minuta me të njëjtin ritëm? Mos më thuaj. 313. Ka mundësi për mbledh të gjitha. Dhe e fundi, 2 politikanë, një i majt dhe një i djathtë, hidhen nga një shkëmb. Kush fiton? Populli. E bukur! E bukur. Këtu më pëlqeu shumë. Kjo më pëlqeu shumë. Dhe shkojmë tek një salë tjetër ta provojmë megjithëse. A fillove dhe ti, e? Do pak që më është. Po më vonë. Jam shumë mirë. Kjo pra është filozofia jonë. Merre vendimin e drejtë, të duket si i vështirë në fillim. 4, filloje nga më e nxehta. Përcolloje dhe pastaj gjithçka do të bëhet më e mirë. Nëse kjo që propozon ti është shumë e vështirë. Mos i hedhim shkallët 1 nga 1, thonë. I marrim pra shkallët 1 nga 1. Shiko ku jemi, 35 vjet shkallët 1 nga 1. 4, vetëm 4. Po mirë, të bëj çik opozitarizëm. Më lejon? Bëj çik avokat në djallit? Patjetër. Për shembull, dikush do thoshte. Erdhën bashkisë bëre gjë.
pastaj erdhen kryetari i Partisë Demokratike s'bëre gjë. Tani dështove dhe si kryetari i Partisë Demokratike, dështove është fjalë relative, ike nga Partia Demokratike, tani hap një koalicion tjetër, Euroatlantikun. Pse duhet të kesh sukses tani? Sepse ky që flet me logjikën një matrapazi që e kupton politikën për të marrë diçka për vete. Ndërsa unë, siç e thash në fillim, jam i përmbushur me gjitha çfarë më çdon mundësia t'i ofroj shqiptarëve. Nga rruga kombit, tek futja në NATO, te heqja vizave, te plani i parë urban për Tiranën, te koncepti i zhvillimeve strategjike, pastaj që këta të tjerët, shkolla e vjetër, i shikon këto arritje si një kërcënim për modelin e tyre dhe e mbush eterin mediatik me propagandë kundër meje, vetëm sa validon këtë që them unë. Modeli që unë përfaqësoj i një qasje europiane, të pa kompromis me krimin organizuar, të distancuar totalisht nga korrupsioni, që është bashkëshoqëruesi i pushtetit, por pushtetari i mirë kuptohet nga pushtetari i keq me qëndrimin që mban ndaj korrupsionit, ky model prodhon për qytetarët. Modeli këtyre prodhon për veten e tyre, deri diku sepse ka ardhur salca e nxehtë dhe ka filluar rruga për të 313. Është interesante ama se si ka mundësi, ndërkohë që loton, flet me fjalë të bukura më. Sa e përballon më dha këto sfide. Këto janë lot gëzimi, shije të mirë. Shiko, që ti jemi Radis, 3 pika, ka 3 pika të mira që ka bërë Rama, që mund t'i thuash, 3 gjëra që ka bërë mirë. Absolutisht po. 3 gjëra që ka bërë Rama, 3 gjëra që ka bërë Berisha, 3 gjëra që ke bërë ti keq, mi thuaj. Unë keq. Po më thuaj 3 të mira. Po 3 të mira ti the, 4. 4 të mira ti the të duhet, tani vetëm për mirë të flasim. Okej. Me këtë do ta fillosh? Me Ramën. Ose pse ta filloj? Filloje ti. Ti unë thash filloje nga bujrumi, ti je nisi nga e fundit. Tani çmë bën sikur kam iluzionin e zgjedhjes. Rama ka bërë të mirë. Të mirën e parë ka bërë pa diskutim që dera më e famshme në Shqipëri është bërë dera e Spakut, falë Ramës. Çfarë ka Rama në këtë mes? Shokët. Flasim drejt. Shokët. Shiko. Shokët kush e zgjodhi? Unë apo ti? Po sikur mund ta kenë zgjedhur shokët atë. Apo koloneli këtu, si e ka emrin koloneli? Koloneli KFC. Koloneli KFC. As unë as ti as koloneli, i zgjodhi Rama. Qartë. Në fakt i zgjodhi populli. I zgjodhi Rama. Populli. Rama. Po si, mor burri zgjodhi Rama, populli e zgjodhi Ramën, edhe shokët e tij. Po pra, Rama zgjodhi shokët. Okej. Hapi derën e Spakut, 2. Nuk është gjë e derën më keqe. të famshme. Jo e hapi, e bëri derën më të famshme. Nuk është gjë e keqe kjo. Nuk është gjë e keqe për popullin. Po që më pyet çfarë ka të mirë. E dyta, për popullin e bëri dhe Rama. Tek ajo zonë aty, mendoj që ka rritur në maksimum shitjet e paketave të cigareve. Kjo është një gjë e mirë për shitjes e cigareve. Edhe tek pjesa mbrapa të 313. Se këtë është Spaku, andaj është 313. Dhe e treta, ndërkohë që sektori i prodhimit dhe eksportit është në krizë totale, lajmi keq, në recesion faktikisht, qindra njerëz humbin punën. E vetmja gjë që po funksionon është një fasoneri që ka hap Rama për këmisha via. Okej, këto janë 3 të mirat. Po Berisha? Nuk prisja të thoshe një herë të tregohesh politikë. Gjithmonë do të tregohesh kështu. Po pse? Po ne thuaj një të vërtetë apo ore turizmi, mund të thojë. Po kjo cigareve është e vërtetë. E ke edhe në media. Okej, qartë. Berisha ç'a bëri 3 të mira? Më pëlqen, është kreativ goxha also. Ta zgjenim pak. Është goxha kreativ. Ta zgjenim pak tani. Se kreativitet do të thotë ta zgënjesh në momentin kur pret diçka mos t'ia servirësh. Absolutisht, jo. Berisha bëri një të mirë që hapi Partinë Demokratike, krijoi Komitetin e Orientimit Politikave në 2005. Ku ishe i përfshirë ti? Ku ishe i përfshirë edhe unë, jo vetëm unë. Së dyti do të veçoja disa reformat periudhës 2005-2007 që kthyen konkurrencën, çmontuan monopolet, sollën një farë shpresë të shqiptarët. Dhe besoj edhe si rezultat i kësaj në atë periudhë 2006 nëse s'gabon, u firmos dhe marrëveshja e stabilizimit asociimit. Këto tre ku ishe veçoja. Ku ishe prap? Jo, ç'është e vërteta, unë mora detyrën e ministrit jashtëm pak më vonë. Qartë, ishte bërë NATO, ishte procesi i dialogut politik për heqjen e vizave, më pas heqja e vizave etj. I akuzuar nga Samir Korreshi, kur e kisha të ftuar këtu, se e mora si politikani i Partisë Demokratike, tha, shiko, mos i besoni Lulit, tha. Pse i thash?
Sepse tha, një njeri tha, që s'fut njerë dorën në xhep për të paguar një kafe, tha, nuk është njeri me u marrë. Pse e kaq kurnac po? Po Sami Koreshi s'merr vesh nga kjo punë. Sami Koreshi nuk është ekspert për të futur dorën te xhepi vet, është ekspert për të futur dorën te xhepi të tjerëve. Jo, i bie që merr vesh nga kjo punë. Thot, nga xhepi i Lulit erdhi gjë. Jo te xhepat e mi. Dakor, Samiri thotë që un kam pagu, Luli s'ka pagu kurr. Po pra. Është e vërtetë që ti je çik natyrë kështu dështrënguar, po flasën të përditshme. Je Nikoqiri Lekut. Ja, e kundërta është e vërtetë. Je dorë lëshuar. Ata që më njohin për njëri të kundërtën. Dorë lëshuar, as bujar jo, po dorë lëshuar. Dorë lëshuar. Çfarë na solle kur erdhe? E qartë. Po gjithsesi është eksperiencë e lezetshme. Ushqimi më i shëndetshëm në botë. Nëse pule fërguar në yndyrë 200 gradë Celsius. Tani po më prishet punë. Po duhet të hash një naç. Gjithsesi, shumë e shishme. Realisht më pëlqen. Faleminderit. Pëlqen dhe vajzave. Çfarë do t'i thuash popullit nëse Edi Rama, sikurse ka premtuar, arrin ta fusë në Europë? 2030 jemi në Europë. Çfarë do t'i thuash Ramës? Si do t'i dalësh ballë për ballë t'i thuash Rame, Po që jem në Europë, do i çoj 2 paketat e vendit, domethënë ka mbaruar puna. Se ti thua vetëm kush që të futemi në Europë është që Rama të jetë burg? Unë them që i vetmi kush që ne të futemi në Europë është që pa ndëshkueshmëria të marrë fund totalisht. Dhe pa diskutim, i vetmi garant për këtë është koalicioni Euroatlantik, numri 4. Dakor. Nuk e di, mund të bëj opozitarizëm sa të duash, po ti do të dalësh gjithmonë nga situata, ke eksperiencë të gjatë për të dalë nga situata. Me katër eksperiencë të gjatë, po të mirë. Jo në kurrë. Po kam përshtyp. Po në kurrë kujt? Unë them dobit njerëzve. Kjo është e diskutueshme. Kurrë atyre që janë të 77 313. Kjo është e diskutueshme. Që më bëri pyetjen kurrë kujt. Kjo është e diskutueshme. Kemi dhe një salcë. Unikatili, për këtë do votoj? Unikatili nuk voton në Shqipëri. Ka marrë. Shtetas si Kosovës dhe me sa diuni Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mos. Për këtë do votonte? Do ta pyesësh Unikatilin. Për kë mendon ti se do votonte Unikatili? Nuk mund ta Nuk e parashikoj. Mendoj që nuk do votonte për njerëzit që i bin, për ata që i bin qaf njerëzit. A ke ndonjë tmeti? A ka mund ndonjë tmet? Unë kam shumë tmeta. Si për shembull? Na thonë një gjë të keqe për veten. Në kohë fushate, do të them ty tmetat? Njerëzit e vlerësojnë vulnerabilitetin dhe mangësitë që ka çdo karakter. Nuk mund të shërbihesh si perfekt. Ju duhet të jeni më popullor, jo më populist. Këtu më duket se ka pa marrë. Tret këqijat e mia, këtë do e thoj ti. Jo më tret këqijat e tua, se do t'i thuash. Po i tham pra. Jo të met si njeri, jo 3 gjërat këqija që ke bërë. Ato janë gjërat politikës. Për shembull si njeri, ke ndonjë të met? Se ka ngrënë fare atë. Sigurisht që kam tmeta. Ashtu, bravo. Po kjo është recet mon, që djekë se kjo. Po, me këto që keni kaluar ju doni acid, po, hajde. Me acidin e duan ata ke 77-313. Jo, them çfarë të bën efekt, jo çfarë të duhet. Ke frikë për shembull për ndonjë 313 vet? As unë, as lista ime, s'kemi asnjë frikë. Kjo na diferencon nga të tjerët. Si mund ta kuptoj unë për shembull që zgënjen ti? Kështu thoshte edhe Rama për shembull. S'kemi asnjë frikë. Sepse ndryshe nga Rama dhe Berisha, unë mbështeten ndaj Spakut se kam retorik. Jam i vetmi që kanë çuar në parlament kërkesën që Spaku t'i shtohet financa, t'i shtohen financat, t'i shtohen parat pra, t'i shtohet kuadri njerëzor, burimet njerëzore, dhe t'i jepen instrumenta ligjore për ta goditur më fort korrupsionin shqiptar. Ka 1 vit e gjysmë që e kam çuar në parlament, dhe këta nuk e sjellin as në rendin e ditës. Këtu është e qartë se kush e ka frikë dhe kush jo. Ka 1 vit e gjysmë që kam çuar në parlament vettingun për politikanët. Kontrollin e hollësishëm të pasurisë së çdo politikani, të rrethit familjar, të kontakteve të papërshtatshme, pra me krimin organizuar. Dhe këta as nuk e sjellin në parlament ta diskutojmë, pa le ta votojmë. Pra, sepse po ta votojnë, o do e votojnë pro, që nuk duan ta bëjnë, ose duke e votuar kundër, do të dalin para qytetarëve si njerëz që janë kundër luftës ndaj korrupsionit, kaq e thjeshtë. E qartë. Dikush do thoshte që ti po mundohesh bësh koalicion me Spakun. Do të thënë nuk i mund do të vet Luli, thot, po s'person ti fut Spaku të gjithë brenda që fitoj. Po jo, kjo është cinike. Ne këtu tani do të jemi pak serioz një moment. Okej. Spaku bën detyrën e vet. Çdo politikan
çdo forcë politike që ka interesin më të mirë të shqiptarëve, realisht, jo me fjalë, në qendër të programit vet, duhet vetëm të mbështesë SPAK-un. Por SPAK-u nuk është aktor politik. Është institucion i drejtësisë. Dhe nuk mund marrë përsipër të zgjidh probleme që i takojnë demokracisë elektive, pra votës qytetarëve. Me votë zgjidhet parlamenti, që zgjedh qeverinë, që vën taksat dhe shpenzon taksat e shqiptarëve. SPAK-u ka për detyrë t'i çojë njësoj para ligjit dhe prapa hekurave ata që abuzojnë me këto taksa, me pasuritë e shqiptarëve, pra që janë në kundërshtim me interesin e shqiptarëve. Ndërsa përgjegjësinë për të patur një parlament me deputet që i shërbejnë interesit njerëzve dhe jo interesave të veta, për të pasur një qeveri që punon për interesat e shqiptarëve dhe jo kundër interesave të shqiptarëve, këtë përgjegjësi nuk e ka SPAK-u. Këtë përgjegjësi e ke ti, e ka gjithë secili për qytetarëve shqiptar, ka shi bashkëshortës, fëmijëve, prindërve. 11 maj është dita për të treguar me votë a je me veten tënde, me fëmijët e tu, me familjen tënde, me Shqipërinë apo kundër. Kjo është një përgjegjësi të cilës nuk mund t'i ik askujt dhe thotë kemi SPAK-un. SPAK-u është në detyrën e vet, e ka filluar mirë punën, me votën për koalicionin Euroatlantik numrin 4, do të ketë më shumë mundësi të shkojë deri në fund luftës kundër pandëshkueshmërisë, po SPAK-u nuk është përgjigja për gjithçka. Demokracia funksionon me votë, vota është përgjegjësi. Merrni përgjegjësi, votoni për interesin tuaj, për interesin e familjeve tuaja dhe jo kundër familjes, fëmijëve dhe Shqipërisë. Votoni atë të cilin realisht ju jep zgjidhje dhe që qëndron për ato çështje që zgjidhin problemet tuaja, është koalicioni Euroatlantik numri 4. Sa bukur flet më valla. Olso do ta votosh ti pas kësaj? S'ke moshë? Jo, 30 vjeç votojnë këta nga Elbasani. Arrin pjekurinë intelektual. Rajca. Nga Rajca jeti, më fal. Kërkova ndjes, po nëse kompliment bëra më për sikur i thash i nga New Yorku. Jo. Pse? Rajca është shumë më lart. Se Elbasani? Po më lart, është rezervati i vetëm i Rëqebullit. Jo i vetmi, ka dhe në Puk, me sa di unë. I kësaj kafshë kaq të rrallë egzotike. Po dy votues janë ata o Luli, Elbasani ka 200.000 banor, mos i bjerë Elbasanit se u mbet elektorat. Ata dy janë predator, nuk janë votues. Po janë predator në kuptimin natyral të fjalës. Jo si këta të 77-313. Predator është dhe Rama. Tani ti mendon ta dash përgjigjen para. Po sigurisht. A do jenë këto zgjedhjet e 11 majit si vjet më të lira dhe më të ndershme se kur më parë? Kam frikë se jo. Edhe për arsyeën që shumë prej kritikave që duhet merrin zgjidhje nuk janë trajtuar, sepse interesi kryesor i atyre që mbajnë stemën kryesore të opozitës ka qenë interesi personal dhe jo interesat e votuesve shqiptar. Është qartë. Po këtu do thoshte dikush, nëse populli voton mbi besimin që kjo që po ofroni ju apo dikush tjetër, një parti tjetër, mund të jetë një zgjidhje kundrejt problemeve që ka krijuar qeverisja e gabuar. Por prap vota manipulohet. A nuk është kjo një arsye apo një motiv shumë i fortë që njerëzit mos kenë asnjë lloj shprese dhe disa mos votojnë ose disa të votojnë pikërisht tradicionalisht o majta sot djathtas, pra asgjë tjetër. E kundërta është, domethënë, 11 maj gjithsesi është dita ku çdo kush ka këtë përgjegjësi sublime ndaj vetes vet, ndaj familjes vet, ndaj fëmijëve vet, ndaj aspiratave, dëshirave, projekteve që ka, dhe në raport me vuajtjet, me dhimbjet, me hallët që ka, që në atë ditë e ka në dorë të bëjë detyrën maksimale që ka në demokraci, të ndëshkojë këtë qeverisje dhe të votojë për një alternativë që i jep shpresë, i jep besim për të nesërmen. Dhe pavarësisht prej gjitha çfarë thamë, demokraci hibride, probleme me zgjedhjet, asgjë nuk e tjetërson rëndësinë e kësaj detyre. Sepse përndryshe s'ka demokraci. Demokracia ka të meta, ka të berisha, vulnerabilitete, ka shumë gjëra, por nuk është perfekte, por sistemi më i mirë që ne njohim. Pse? I jep mundësinë çdo qytetari, një herë në kaq vjet, në rastin e zgjedhjeve parlamentare të rregullta, një herë në 4 vjet, të vendos me votën e vet. Prandaj kjo është një mundësi që nuk duhet humbur, duhet përdorur nga çdo kush, edhe nga më i zhgënjyeri, pikërisht për shkak të zhgënjimit, duhet të hap veshët, syt, mendjen dhe të marrë përgjegjësi me votë, duke votuar kundër keq qeverisjes, kundër korrupsionit dhe duke zgjedhur me votë atë alternativë që beson se i përfaqëson, mbron dhe promovon interesat e tij, të familjes tij apo të grupit të interesit që i takon.
qofshin këta sipërmarrës, E qartë. profesionist lirë, të përndjekur, pronar, të rinj, student, pensionist, fermer, secili ka interesat e veta, personale dhe grupore. Dhe kjo është arsyeja pse këta nuk duan debate substantive. Debate për programin, debate për ofertën. Dhe mundohen që gjithçka ta çojnë në polarizimin ekstrem, E qartë. sepse deviza e vjetër për çfarë sundon, domethënë e kthen në një ndeshje futbolli ku i detyron elektoratin cilët si tifozët që janë o me një fanellë o me fanellën tjetër, sado keq të luajë skuadra, unë jam me këtë fanellë. Ky është gabimi më fatal që mund të bësh në demokraci. Në zgjedhje do të votosh për veten tënde dhe jo për fanellën e një ekipi apo një ekipi tjetër. Ndaj thirrja ime, pikërisht me ato që ma mbajnë si defektimin, të bëhemi europian me votën. Vendosim interesin e gjithë secilit prej nesh mbi interesat e politikanëve, individëve, dhe në këtë kuadër koalicioni Euroatlantik numri 4 është zgjedhja e duhur. Çfarë numri është? Numri 4. Thashë se kisha fiksuar se ke Numri përmendur 4 është zgjedhja e duhur dhe po të duash mund të them dhe arsyet pse është zgjedhja e duhur. Po, më thuaj 4 arsye pse është. 4 arsye. Po. E para, është e vetmja forcë politike që realisht është në mbështetje të strukturës posaçme antikorrupsion, jo me fjalë, por me vepra. Po. Sapo e thash. Po. Ligji që kemi çuar për të mbështetur spakun, vetingu politikanëve, Po. heqja e imunitetit parlamentarëve. Fakti që s'keni njeri me Të 140 kandidatët të pastër pa frikë nga spaku. Bravo. Po s'keni qenë pushtet. Është vetmja forcë politike e cila është 100% në mbështetje të strukturës posaçme antikorrupsion. Mos harroni Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, të tre mezi po presin t'i fusin duart në fyt të spakut, sepse kanë halle të njëjta. A ndjeni të diskriminuar që s'keni njerin spak si gjithë tjerët? Ndjem jashtëzakonisht i nderuar sepse qëllimi im është që mos të jem konflikt interesi me strukturën e posaçme antikorrupsion. E dyta, arsye e dytë. Lekët o do jenë në ekonominë shqiptare, o do jenë tek 77.313. Taksat e shqiptarëve o do punojnë për shqiptarët, o do punojnë për shokët e Sa do jenë Tiranës. taksat? 9% niveli takse shesh, siç e ka Malizi. Po. Do të jemi konkurrent me vendet e tjera të rajonit. Por funksionon mbi nivele caktuara, mbi 140 milion lekë të vjetra xhiro për biznesin, dhe mbi minimumin etik për të ardhurat personale. Sa është 140 milion lekë pjesë për një shok ju se? 140 milion lekë të vjetra në vit. Po. Sa do jetë? Nën të është 9. Zero. Zero. Dhe 1% maksimumi i xhiros është jo më shumë se 1% taksat lokale. Po më nga do të dalin lekët pa taksa? Ulja e taksave jep frymëmarrje biznesit, gjeneron më shumë të ardhura, rrit bazën e taksimit, sjell më shumë të ardhura për qeverisje. Pra e i djathti. Pa diskutim. Dhe nuk më the pikën tjetër. Pra, e para, Spak, lek. E dyta, parat on xhepat e shqiptarëve, On xhepat e shokëve të Edi Ramës ke 77.313. Po, E treta, Po. shumë e rëndësishme edhe kjo. Me të vërtet objektivi kryesor duhet të jetë antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian. Por antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian nuk mund ndodh pa përfunduar cikli i fundit të pandëshkueshmërisë. Koalicioni Euroatlantik është e vetmja forcë politike që ka një plan, jo premtime, po një plan për t'i dhënë fund një herë e mirë pandëshkueshmërisë, që është shumë e rëndësishme për ata që duan të hyjnë politikës, ta kuptojnë që politikë nuk mund të futesh as për të pasuruar, as për ta përdorur si strehim kundër drejtësisë. Ti për çfarë futesh politikësh? Për të arritur ato synime, ato aspirata për t'i bërë shqiptarët ndjej njësoj si çdo europian, si çdo amerikan, si çdo britanik. E shikon si një akt humanizmi të gjithë? Jo, e shikoj si sfidë, sepse kur kam shkuar 18 vjeç, 19 vjeç të studioja në Holand, dhe na shikonin si qenie egzotike, isha i bindur që s'na mungon asgjë krahasuar në atë kohë me 19 vjeçarët holandez. Dhe sot jam i bindur sepse shembujt tanë të suksesit flasin. Sportist, këngëtar, trafik droge. Jo, një sekond. Po flasim për suksesin, po flasim për Dua Lipën, për Rita Orën. Po pse nuk për suksesi është në flas për Mira Muratin. Flas për Julian Sharkën. Po. Flas për Armando Brojen. Pra flas për sportistët, për artistët, për shkencëtarët, si çdo popull tjetër. Një sekond. Ne na ka munguar ky dimension vetbesimi. Na ka rrënuar komunizmi. Është e vërtetë. Po. Dhe jo vetëm kaq. Por e kemi nisur me një kompleks inferioriteti ndaj kombeve të tjera. E vërtetë. Në gjithçka që kam bërë, një synim pothuajse subkonscienti imi ka qenë edhe vetbesimi ndaj publikut që ne s'na mungon gjë. Ne që jemi në gjendje
të bëjmë tunelin e Kalimashit, rrugën e Kombit, me 10 viadukte. Ne që jemi në gjendje të plotësojmë jo 100 kushtet sa i kërkuan serbëve dhe bosnjakëve, por 150 sa na kërkuan ne për të hequr vizat. Ne që jemi në gjendje të kalojmë nga konsumatorët sigurisë që na vinin operacionet Pelikan e tjerë për na ruajtur mos vrisim njëri tjetrin. Sot jemi kontributor në NATO fal këtij investimi. Pra, besimi i shqiptarëve që nuk na mungon asgjë. Prapë ktheve tek vetja, ma. Jo, prapë me shqiptarët, jo më ka bënë shqiptarët. Ktheve tek vetja. Po jo më se vetë të tunelit te vizat e ktheve. Çike këtë mani unë. Se s'pyet njerëz jam unë, po pyet vetëm për veten më burr. Tuneli është i jotë, nuk është i imi. Vizat ti nga kalon vizat i shijon dhe ti. Pra, thelbi na kuptova. Thelbi është që shqiptarët fitojnë respektin dhe vetbesimin për të ndërtuar dhe shijuar jetën si europianët. Kemi salsa 4 që kjo është salsa 4. Me Ramën, kur je takuar për fundit? Dieta në maj të 2017-s. Si takuar më? Ja. Nuk ke salsa e fundit, premtove 4. 4, po patjetër. Po këto të duken marmeladë tani se nisi me nisi me acid. Me acid duhet nisur, me acid. Pastruar tërësisht, se s'ka shans ndryshe. Niset me acid e të pastrohet, numrin 4. Po. E kërkoj nga gjithë ftuarit, nuk e dini nëse ke një barsalet për të treguar. Çdo i ftuar kërkojmë të thonë një barsalet. Nëse ke një kam shumë, po të bëj një të shkurtër. E shijojmë pak faqen e 4. Bet shkurtër se deri tani me të gjatin humore. Kush është më gjatë apo Rama? Rama, ç'më gjatë. Do që kjo. Pas ka ndruar vendet, më duket. Se do na hitë neve. Brenda 4 se jemi prapë. Është vigjilenta ma. Olsa të lumtë. Bravo, Olsa. Ashtu është? Ama s'të shpëton gjë. Si quhen barsalet barsalet gjëgjës. Si quhen shokët e Ramës tek 77-313. Ka një ose ta themi më ndryshe. Çfarë quhen shokët e Ramës? Më pëlqen kur mbyll njërin sy që kështu, është e bukur. 77-313. Çfarë quhen shokët e Ramës që janë të mbyllur te 313-ta të burgosur, është mendimi i parë që vjen? Një fillim i mbar. Bash. Në fakt është një adoptim. Do ta them edhe këtë, është një adoptim nga unë jam jurist me përgatitje. Dhe ka shaka që i kanë bërë juristët për veten e tyre apo i kanë bërë ata që kanë shumë qejf juristët për juristët. Baza e kësaj që sapo. Kjo është çfarë ndodh kur futen jurist në burg, ë? Fillimi i mbar. Jo, çfarë i quhen 1000 avokat lidhur me zinxhirin fund detit. Fillimi i mbar. S'kam gjë me avokatët, po jurist kuptohet, është shaka e vjetër britanike. Është british, po, është british. Okej, humorizi britanik. Pra, kurse humori i bardh shqiptar është çfarë quhen shokët e Ramës ke 77-313? Fillimi i mbar. Fillim i mbar. Fillim i mbar. Çdo politikan i cili do thoshte edhe vet zoti Rama, çdo politikan i cili ndëshkohet për krime dhe korrupsion duhet të përfundojë në burg. Ai biles që të jemi të qartë është i pari i cili ka dënuar dhe i cili ka sulmuar vazhdimisht korrupsionin. Edhe pra kundryshon ti nga prokurorët. Jo, Republikën e prokurorëve. Pse mo e kanë mos guzonit ma merrni celularin? Thot kryeministri prokurore mos guzonit pa merrni celularin? Po pse m'fal, po ta marrun celularin ty çfarë do bësh? Po ti je prokuror. Po mund të ndihem. Po ti je prokuror ke drejt ta marrësh celularin. A sa qef do kisha çdo qytetar shqiptar. Nuk e ke idën sa qef kam që ta kontrolloj një. Në bazë të ligjit, çdo prokuror në bazë të ligjit merr celularin e çdo kujt. Pse s'do të marrë celularin e kryeministit? Çfarë ka celulari i kryeministit që i thot ky prokuror mos guzonit të kërkoni celularin? Është live stream në Instagram. Instagram. Kam frikë se është as Instagram, as TikTok. Kjo është pyetje, kam frikë se është encroacheti. Çfarë do thotë kjo? Është ai aplikacioni. Qartë po. Shiko, unë këtë kam pyetje të fundit që do të bëj. Nëse ama edhe bëj për çdo të ftuar këtë gjë. Nëse ti dëshiron që të thuash diçka në këtë emision që nuk të kanë pyetur unë, je i lirë që të thuash çfarë do lloj gjë dhe të më pyesësh çfarë do lloj gjë, nuk përgjigjem, le të flasi organet për kace. Megjithatë, e di çfarë përgjigje të më japësh pak a shumë, kështu që bëu kreativ që të më surprizosh. Zgjodhe të futesh në një lloj loje që Rama është ekspert. Pse? Nuk zgjodha të futem në lojë. Ai pyeti ku je, unë i thash ja ku jam. Pritej përgjigje. Ja ku jam, thashun ti ku je, thashun dhe ç'është më rëndësishme. Po vazhdo veti. Ku i ke shokët e Rama? Po s'përgjigjet. E ke dëgjuar të përgjigjet? Ka bërë një 10 pjesë kusa i bën me montazhe. Edhe nuk përgjigjet në pyetjen më të thjeshtë. O Rame,
Ku i ke shokët? Po si ka shok më mbas? Ku i ke shokët? Dakor, s'kam ç'a them. Do që shkojnë njerëzit përgjigjen, thonë 77-313, i vetmi që s'përgjigjet është Rama. Fakt një përgjigje subkoshente më ka dhënë. Unë i them ku i ke shokët, ai sigurisht nuk thonë do t'i kam ke 77-313, po kanë nxjerrë një shok që më gjithanë me vete dhe e fërkon. Pasi e fërkon bufin. Po ta fërkosh, rritet ai? E fërkon bufin ai për arsye të tjera. Vetëm bufi e man pushtet. Vetëm bufi më shumë. Kush, kjo ka shumë layers tani, kjo ka shumë shtresa. Është më mirë të shpërthesh apo të mbash në fushat? Të dyja. Edhe shpërthimin dhe mbajtjen. Duhet të kesh kohën e dur për secilin prej tyre. S'është për Ka një kohë për të mbajt, ka një kohë për të shpërthyer. Triqe mos e kputët. Jo. Kputët bëhet sopa tona. Shtyje po mos e thy. Nëse, okay, e fundit që kërkoj nga të tuarit e mi është nëse ke një njeri që ti bësh challenge që të vinë në këtë format, i lirë të ftosh këtë duash ti që mendon se Salsa djegse. Ku si pëlqen salsa djegse, domethënë i bie. Thashë do thojë në një emër kështu që më shkonte në mend. Nuk rresh se më surprizuar i sot. S'ka ardha ide. Si kam kërkuar. Shiko, Do të bëj be si fillon tani mentaliteti kripto totalitar. Unë as nuk të thash se kushti the si kam kërkuar. Domethënë Pa ti supozon supozon që ai është ai. Jo. Unë s'të thash për kë kishe ti. Ti pse mendove se unë mendova për atë që kishe ti? Po ti ku e di që ai që mendova unë nuk është i njëjti që pas ke menduar dhe ti? Kushdo që mund të kesh menduar ti, si kam thënë. Sa e fitova 1-0 për Udin. Po Rame, Va. Sa burrel. pëlqen salsa pikante Rame? Hajde Rame ke Rudi Hizmo. Hajde Rame se dhe unë kujtojsha se ishte japonez me këtë mbiemër Hizmo. Thash pas ka ardhë transmetuesi publik i Japonisë. Po çuni i ri këtu me salsa djegse, me pul KFC-je, edhe me qumë është Rame. Lufra. Edhe po si majte salsa djegse, merë qumë është me vete se si a del me i shishe ti Rame. Hajde Rame, sa salsa ka këtu, ajsë mira qofshin. Meri edhe qoj ke veni, se e diti, 7-7. Ja? Jo. 4. 313 Rame. Unë të falenderoj shumë për te çdo lloj humori, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë faktin që erdhe këtu. Ngele të duroj suksese dhe shpresoj që kushdo vërtet beson dhe mendon që ky është një projekt i cili do t'i bëjmë mirë Shqipërisë, patjetër që të votoj. Faleminderit shumë. Këto janë fjalë boshe pastaj, kjo është një dhuratë për ty, është nga Argjendari Donaldo. Po, ti e nje gjuhën Morse, me anë të goditjeve të gjuhës Morse, është shkruar fitore aty. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Pra, hapësirat e zeza janë hapësirat e gjuhës Morse, kurse goditjet janë goglat e arit dhe ajo shkruan fitore. Luli, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Këtë do jap vajzës që e ka emrin Victoria. Shumë e bukur. Atëherë ta gëzoj Victoria dhe uroj që ta mbaj. Faleminderit edhe një herë Argjendari Donaldo, faleminderit KFC Albania, faleminderit dhe Lufrës, të cilët janë gjithmonë me ne dhe një falënderim veçantë edhe një herë Lulzim Basha. Fitoft më i miri. Vlen kjo? Miq, faleminderit gjithëve.